Sulmuesi i Todorovit jo zyrtarisht është gjyshi i 9-vjeçares Tamara Dimovska nga Velesi, e cila vdiq nga skolioza. Sulmi me armë ndodhi në shkallët paraministrisë së shëndetësisë, duke hyrë në ndërtesë 60-vjeçari Ljupçë Stojanovski nga fshati Kalasi poshtë i Velesit i është afruar ish ministrit nga pas shpine, ja ka drejtuar pistoletën dhe ka shtënë 3 plumba. Ai është arrestuar ndërsa Todorov nuk është i lënduar. Pas ditën e sotme, kryetari i LSDM-s Zoran Zaev e pranoi funksionin e kryeministrit të Republikës së Maqedonisë nga paraardhësi i tij, kryeministri teknik Emil Dimitriev. Mbrëm në mesnatë në Kuvend u votua qeveria e re me 62 vota pro, 44 kundër dhe 5 të përmbajtur. Fundi i testimit ekstern, ligji i ri për arsimin e lartë dhe analizë e studimeve të disperzuara për mbylljen e atyre jo produktive, lajmëroi ministre e re e arsimit dhe shkencës Renata Treneska Deskoska në konferencën e parë për shtyp pas pranimit të funksionit.